Dy zjarre janë shënuar gjatë mbrëmjes dhe orëve të para të mëngjesit në qarkun e Lezhës, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale, po fatmirësisht pa pasoja në njerëz. Ngjarja e parë ka ndodhur në rrugën e Kombit, në kilometrin 34, ku është përfshirë nga flakët një trailer autobot që transportonte karburant. Falë ndërhyrjes së menjëhershme të shërbimeve zjarfikës të Mirditës, zjarri është vënë nën kontroll në kohë, duke shmangur përhapjen e flakëve dhe pasojat më të rënda, pavarësisht sasisë të madhe të karburantit që transportohej. Zjarri i dytë është regjistruar rreth orës 1:30 minuta në fshatin Shullaz të Kurbinit, ku flakët kanë përfshirë një objekt biznesi, servis automjetesh në pronësi të një shtetasi 48 vjeçar. Si pasojë janë ndjegur 2 automjete dhe një sasi gomash, duke shkaktuar dëme materiale me vlerë të konsiderueshme. Grupet hetimore vijojnë punën për përcaktimin e shkaqeve të rënjes së zjarrit dhe dokumentimin e plot ligjor të dy rasteve.